Nga janari 2019 për 3 vite me radhë, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal do të drejtohet për herë të parë nga një shqiptare, nga ish-ministre e Integrimit Majlinda Bregu. Posti i sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal është pak i njohur, por ky këshill është institucioni më i rëndësishëm i Bashkimit Evropian në Europën Juglindore. E agenda e sekretarit përgjithshëm përfshin çështje që nisin nga shteti ligjor e deri tek të rinjtë në rajon. Nga problemet kryesore do të jetë përfshira në mënyrë aktive në çështjen e mosmarrveshjeve që ekzistojnë në rajon, forcimi i vëmendjes shumë tek pjesa e zbatimit të ligjit, pra rule of law do të jetë një nga prioritetet kryesore gjatë këtyre viteve, dhe agjendat e tjera pastaj të rëndësishme që janë agjendat e zhvillimit dhe të forcimit të lidhjeve në rajon. Por përveç atyre të mëdhaja që njihen tashmë, siç përmenda infrastrukturën dhe energjinë, ajo e punësimit. Gjatë 24 orëve të fundit Bregu ka marrë shumë urime edhe nga demokratët, por jo nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Më kanë uruar miq dhe kolegë, po themi, sigurisht nga forca ime politike. Kandidimi për këtë post u shoqërua me akuzat se ky ishte shpërblim i qeverisë për Majlinda Bregun, por vetë Bregu thekson se ky është një post ku zgjidhesh e jo emërohesh. Gjithkush ka drejt që të aplikojë në pozicionin dhe në emrin e vet personal, por pastaj i takon vendit që të vendos nëse të mbështet apo nuk të mbështet në këtë procedurë. Dhe nuk besoj dhe nuk kam pritur, por edhe ka qenë surprizë nga ana tjetër. Ndaj e kam falenderuar dje dhe miqësisht ministrin Bushati, sepse kam gjetur një mirëkuptim në mbështetje të kandidaturës time. Shpresoj që kjo do të ishte krejtësisht normale, pavarësisht momenteve apo kajeve tona politike, për çdo shqiptar që do të aplikonte për një pozicion të rëndësishëm ndërkombëtar. Ndërkaq, Ministria e Jashtme ka falenderuar anëtarët e procesit bashkëpunimit të vendeve të Europës Juglindore që zgjodhen Majlinda Bregun, të parën shqiptare dhe grua në këtë pozicion.